Magjia Krishtlindjeve dhe atmosfera festive dhjetohet erdhi përmes një koncerti festiv nga nxënësit e shkollës Zemra e Krishtit, koncert organizuar në Kishën Frangjeskane në Shkodër. Nxënësit solin interpretime muzikore, recitime dhe pjesë artistike me tematika festive, ndërsa organizatorët vlerësuan rëndësinë e aktivitete të tilla në edukimin artistik dhe shpirtëror të fëmijëve. Është një aktivitet që shkolla Zemra e Krishtit bën çdo vit dhe e përsërit, sepse festojmë lindjen e Krishtit, lindjen shpëtimtarit të botës. Feja krishtere shpall me lindjen e Krishtit dhe dashurinë për njerëzimin, dashurinë për secilitë prej nesh, dhe dashurinë e pafund, e pakursyeshme të Zotit për njeriu. Fëmijët janë angazhuar në mënyrë maksimale, po ashtu edhe stafi, ato kanë marrë kontribut shumë të madh, sepse është një mesazh që ne dojmë t'ju përcjellim gjithë familjeve tona, prindve tonë, qytetarëve tonë, që urojmë gjithë një Krishtlindje të begatë, të lumtur, me gëzim në zemër dhe me dashuri të pamas, ashtu sikur se Jezu Krishti ka ardhur me lejë mes nesh. Shfaqja festive u përmbyll me urime për festën e fundvitit.